Kapitulli 11, vargu 25. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. Ndërsa shikoj gojet e tua të tmerrshme me shumë dhëmë shkatruese. Fytyrat e tua janë si zjarret e vdekjes dhe të kohës. Unë kam humbur kuptimin e drejtimit dhe nuk gjej paqe. Ktheje zemrën tënde në hir, o Zoti i Zotave, streha e të gjithë botëve. Ndërsa shikoj gojet e tua të tmerrshme me shumë dhëmb shkatrimi. Fytyrat e tua janë si zjarret e vdekjes dhe të kohës. Unë humbas kuptimin e drejtimit dhe nuk gjej paqe. Këtu, Arjuna po sheh këto fytyra. Gojet e tyre janë plot. Disa fytyra janë të ëmbla, pasive, të qeta. Por kjo formë kozmike e Zotit, të cilën ai po e percepton, është gjithashtu e tmerrshme. Dhe ai mund të shprehë vetëm atë që ai mund të kuptojë. Ai thot: fytyra jote është si zjarri i vdekjes. Ai percepton që është vetë Zoti, Zoti i vdekjes, i vetmi që asgjëson gjithçka. Dhe ai është gjithashtu dhe Zoti i kohës. Gjithçka është e lidhur nga koha. Gjithçka ka një lloj limitimi. Këtu është realiteti kozmik përfundimtar që nuk ka as fillim dhe as fund, që nuk ka as kohë. दिशो न जाने न लभे च शर्म. Unë kam humbur kuptimin e drejtimit dhe nuk gjej paqe. Arjuna thot: në këtë trup kozmik, unë nuk mund ta kontrolloj vetveten dhe unë humbas prezencën e mendjes sime. Dhe unë po të kërkoj ty, ktheje zemrën tënde në hir, o Zoti i Zotave, streha e të gjithë botëve. Këtu Arjuna është duke shprehur sensin e tij të thellë të habis dhe të vuajtjes. Ai është i lumtur dhe konfuz njëkohësisht. Ktheje zemrën tënde në hir. Ai do të thotë: ki mëshirë për mua. Unë nuk mund ta përballoj këtë formë kozmike tënden, që është përpara syve të mi. O Zoti i Zotave, o Zoti Perëndive, përfundimtari suprem, streha e botëve. Me këtë, ai është duke i kërkuar Krishnës: të lutem Zoti im, të riqe këtë formë kozmike nga sytë e mi. Kështu, kjo formë që Zoti kishte marrë ishte shumë e tmerrshme që Arjuna ta perceptonte apo që ta kuptonte. Shumë shpesh, njerëzit kërkojnë për disa gjëra që mendojnë që do të jenë të mira për ta. Dhe kur ata i kanë ato, ata nuk dinë se si t'i përballojnë. Kur dikush nuk e di në të vërtetë se çfarë është duke kërkuar, kur ai e merr atë në çfarëdo lloj forme dhe kurdo që ajo t'i jepet, është shumë e vështirë për të që të përshtatet me të. Në jetën e përditshme, kur ne kërkojmë për gjëra, pa ditur se çfarë po kërkojmë, apo se kur do t'i marrim ato, është e vështirë për t'u trajtuar. Më vjen në mendje që një herë dikush më kërkoi: unë dua që të realizohem menjëherë. Dhe unë e pyeta këtë person: a je i sigurt për atë që po kërkon? Ai më tha: po, me bindje të thellë. Unë i thash: mirë. Shumë shpesh njerëzit e mendojnë veten e tyre si superior. Ata nuk janë superior. Vetëm njerëzit që janë të përulur arrin gjendjen e dorëzimit, dhe jo kur ata janë krenar. Kështu, ky person tha: po, unë e di shumë mirë se çfarë është ajo. Unë i thash: mirë, në rregull. Ti e di atë që je duke kërkuar. Kështu, Zoti të bekoft ty që ta kesh këtë.
Dhe që nga i moment, jeta e tij u kthye përmbys. Ai qante: "Unë nuk e kërkova këtë. Unë jam duke vuajtur. Unë kam gjithë këtë vuajtje." Dhe unë ju përgjigja: "Sigurisht që ti nuk kërkove vuajtje, por kërkove për realizimin, për çlirimin. Dhe kjo është kostoja për këtë." Dhe vjen bashkë me të. Kur natyra sforcohet të bëjë diçka, gjithçka përshpejtohet. Prandaj, nuk është mirë që të kërkoni. Nëse vërtet doni që të kërkoni diçka, atëherë kërkojeni Zotit dashurinë e Tij. Me këtë, ju jeni plotësisht të siguruar. Ai nënshkruan dhe vulos të gjitha dokumentat. Kjo është e vetmja gjë që ju duhet të jeni të sigurt. Mos kërkoni për diçka që as vetë ju nuk e dini se çfarë është ajo që ju jeni duke kërkuar. Këtu Arjuna i kërkon Bhagavanin që të shoh formën e tij kozmike. Dhe Zoti i Mëshirshëm thot: "Mirë, ti do ta shohësh dhe unë do të ta tregoj ty. Unë do të të jap ty këtë dvija drishti që ti të perceptosh këtë shikim kozmik." Tani, ndërkohë që është duke shikuar këtë formë kozmike të Zotit, ai është i shokuar, sepse ashtu siç unë thash edhe pak më parë, ai kishte një lloj pritshmërie në mendjen e tij. Dhe për shkak të frikës, njeriu nuk mund të kuptojë më asgjë. Arjuna kishte një nderim dhe dashuri të madhe për Zotin kozmik të zotave, për përfundimtarin, për Krishnan. Dhe ai ishte në dieni që ai ishte shoku i tij dashur Krishna, por kjo miqësi tashmë ishte zhdukur. Ai thotë: "Ti je Zoti i universeve. Edhe nëse unë të trajtoj ty si mik, ti je Zoti." Kjo është arsyeja pse Arjuna përkulet me fytyrën e tij poshtë, me nderim dhe gjen strehim te këmbët e tij. Dhe ai i lutet: "Nëse ti mundesh, tërhiqe këtë formë të tmerrshme kozmike nga sytë e mi."